ka qenë i njohur që njerëzit i kanë shkruajtur letra për këtë botës. Kemi shumë raste interesante të ndërmjetësimit të tij. Për shembull, kur ka vdekur Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala, thuhet se janë mbi 15.000 letra që ai ka shkruajt kryetarëve, do thotë pushtetarëve, politikanëve, njerëzve. Edhe me mija dhe dhjetra qindra mijë letra që e kanë thënë njerëzit atij. Për shembull, para mendo, njerëzit e thjesht i kanë shkruajt. Një grua nga Filipine i ka shkruajt letër Sheikh Ibn Bazit. Ka vdekur burri, ma kanë mit burrin, krishterët në Filipinë, edhe ka met unë me jetima, s'ka kush më ndihmon. E thot shehu në punësve që ka pas kur ka qenë mufti i Saudis, ka thonë ta ndihmojmë këtë rast. Ka thonë na skemi se domthonë vendi i punës mufti i Saudis është vend që merret me çështje akademike, intelektuale, nuk është shoqat humanitare. Do na skemi rregulla për ndihmu ekonomikisht dikant. S'kena domthonë asnjë aktiviteti. Ka thonë Sheikh Ibn Bazi aty në punësve, ndani nga rroga ime 10.000 rial, edhe çani ndihmë. S'keni parë fondet buxhetit tuaj, jarët e mia. Më spelon keq vetëm. Letër i ka ardhur për një të burgosit në Algjeri, falni, për një të burgosit algjerian në Paris, në Francë. Para mendo, në Burgaj, e thot qysh, edhe normalisht i është bërë padrejësia aty në burgosje. Thot si t'ja bëjnë dalë pi burgut. I shkon menja të shkon letër Sheikh Ibn Bazit rahimahullahu taala. E me letër Sheikh Ibn Bazit atij, pa e njoftish, as nuk e din rastin domodin, po normalisht angazhon ambasadorin e Saudis në Francë, që ai të kontaktoje me, do thot, pushtetin e Francës, me burgun e Francës, që ta analizojë rastin e tij dhe nëse është e vërtetë se ai është i pafajshëm dhe do duhet lirohet, të lirohet. Dhe është liruar. Ma interesante që ka ndodhur në këtë rast është ndërhyrja e tij për ta liruar Nejmuddin Erbakanin, rahmeti për shpejt, njëri prej figurave kyçe politike në Turqi. Se ju na gjithë e dim se do thotë Turqia ka pësuar shpesh herë grushtet ushtarak, edhe në një prej grushteteve ushtarak ka qenë i burgosur Nejmuddin Erbakani, si politikan domethënë pro-islamik që ka qenë në Turqi. Edhe i vjen lajmi që i mbazit se është burgos një, do thotë një dietar, një shkencëtar, edhe një shërbetor i fesë islame, është mirë me intervenu disi për me liru prej burgut. Edhe i tregojnë, thotë, domethënë, komandantët ushtarak, generalet ushtarak që kanë bërë grushtet ushtarak, ata kanë komunikim të mirë sepse janë të njëjtë shkollë me disa pushtetar të Pakistanit. Edhe Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala i flet ambasadorit saudit në Pakistan, që ai t'i fole kryetarit të Pakistanit që ka qenë ish general ushtarak, e ai general ushtarak të ndërhyje tek generali turk që ta lirojnë nga burgu Erbakani. Edhe kështu ka ndodhur, domethënë, hatri i Sheikh Ibn Bazit rahimahullahu taala ka ndodhur që domethënë lirohet nga burgu ka ndërmjetësuar për ta liruar një aktivist islamik, një njerëz që ka shërbuar domethënë edhe fen, po edhe vatanin e vet për një burgosis padrejt që është bërë atij. Kjo është një shembull se gjithmonë ka pas fitnexhi për marrëdhëniet arabo-turke mi Prishtinë. Sheikh Ibn Bazi ka qenë model i cili si ka këshirë të mohabet hiç. Atij ka interesuar. Domthonë as si ka interesuar botkuptimi i njerit. As medhhebi i tij. Thotë vetëm disa i ka interesuar. A është njeri i drejtë? A është njeri në shërbim të kauzës? A është njeri në shërbim të vendit vet? Këto gjëra ka interesuar. Edhe andaj për shembull në Afrikë kur kanë shkuar, në Afrikë kanë gjetë njerëz që e kanë njoftë. Ka thonë ti ai kon Saudi dhe thotë se jam kon kur. Po pikatin, thotë e di emrin e tij se shumë ndihma na kanë ardhur pi atij. Bilem tregohet se kur ka vdekur Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala, 1000 hoxhallar kanë met paroka. 1000. Sepse këta ata i kanë marrë me paga Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala. Ka qenë njëri domodin jashtëzakonisht i palodhshëm. Tregon rrethi i tij që e ka thënë për emisione si e bën ti me hoxhallar tash në emisione. Thot 14 vjet e ka pas programin e rregullt në radion e Kurani Kerimit në Saudi. Është radio në nivel shtetënor, e ka pas program javor të rregullt 14 vite. Asnjëherë s'ka munguar në program. Domthonë para më do. Me gjithë ato angazhime, sepse ai ka qenë kryemiftiu i Saudis. Ka qenë kryetari i komisionit për fetva. Ka qenë kryetari i këshillit të hoxhallarëve. Ka qenë kryetar i konsillit fikut islamik botnor. Ka qenë themelues i Rabitas Islamike. Domthonë ka pas funksione të shumta. Aktivitete të tashme. Domthonë përgjegjësi të mëdha. Pra më do 14 vjet në asnjë emision s'ka mungu.
O që ndërprejt shtu, për shikuesit, jena të folë për një person i cili ka qenë i verbër, apo jo? Po, i cili Nuk ka po. që fëmijën e hershme është verbërnu, edhe s'ka arrit sukses me shëru veten dhe ka vazhdu deri në fund jetës i verbër, po. Po, flasim për një njeri që ka qenë i verbër. Mirë po, pse ka qenë i verbër në sy, zemra e tij ka po. Edhe kujtesi i tij ka qenë shumë e fuqishme. A i tregon një rast, dy student kanë ardhur për Riyadit Medine kur ka qenë rektor në Universitetin Islamik të Medinës, kanë ardhur pranë ditën e xumo. Abi ka thonë ditën e xumo e kam ndonë për fëmijët. Ama ka thonë na kena një punë shumë urgjente dhe do na më kthi prapë në Riyadh. A ka mundësi sot? Ka thonë hajdeni para dreke. E kanë kallëzuar që kanë problemin. Ka thonë do e shohim na, hajdeni mas dreke për drek, edhe do e shohim mohabetin. Thotë na vike marrë se e ngushtum hoxhën. Mirë po thotë, kur shkom të shtëpia, e gjetëm shtëpinë full me njerëz, plot. Këtë njerëzit hallëxhi. Ma interesante, thotë kur erdhëm te dera ne nuk e dishim ku ka shtëpia edhe. Edhe pam derën hapën, ama zgjuzoheshim me hi se se dishim është bashkë shtëpia. Edhe kur njëri aty tha, ka një tulip thotë shtëpinë është me bazit. Po ka thonë ç'kjo hinje? Po ka thonë se s'ka kërkosh këtu. Po dera e shtëpisë që me bazë kur nuk mbyllet. Kur nuk mbyllet, për është e hapën. Dhe kur futëm rënë pa plot njerëz atëherë pakës dhe morëm guzim se thamë nuk kena gabuar shumë se pas ka dhe njerëz të tjerë që mirë po thonë na u vanum kur shkum për zdyti. Thot edhe pyetin për enat ton. A ka ardhur filoni dhe filoni? Thamë po ka ardhur, tha shtren e bukën. Se pa mundoj ka mojt me emrat e këtyre njëri ka taku. Edhe ka thonë shtren e bukën se kanë ardhur atë mas thënë aso si punën na shkum në vendin ton. Domthonë njëri që e ka nda këtë kohën për besimtarët. Njëri për shoqëruesve të tij thotë një ditë ishim vonë natën të lexuar një libër në pjesën e muamelatëve, marrëdhënieve ndërnjerëzore, çështjet juridike që kanë të bëjnë, çështjet fikore që kanë të bëjnë. U bë soti 11 natës. Edhe shehi Bazi tha, po e nal me thamsimin, tha, po shkem me flet. Shehi Bazi tha, nuk e i lodh. Ama ai që lexoi ke librin, tha ish lodh. E ke vërejti. Nuk e shef, ama e vërejti. Tha, po shkem me flet. Se kishte për vete, kishte për atë. Tha edhe tama po mi gati me flet, tha, u qumë me falë vitrin, tha, unë e falë a rash, a i vazhdoj mu falë. Kishë zonë gjumi të u falë. 12 natës, 12 e gjithë, tha, ndullë gjumi, kur e shofa e Allah të u falë. Unë e flet apet, kur u qumë për saba, e gjithë apet të u falë. E thamë, kur falë, kur flenë ki njeri. Gjithë natën dhe më dhonë, shumice e natës e kalon një badet, gjithë ditën, 20 orë, 19 orë, 18 orë, gjithë ditës, me njerëzi. Vazhdimisht të i kry punë njerëzve. E sikur se thamë pak merët, njeri i cili është marrë vazhdimisht me dituri, të lexu për vete dhe të tregu tjerëve. Njeri që vazhdimisht e ka pas derën qelë për këtë hallëxhit. Njeri që është mundu me qenë shërbim të krejt njerëzve me aq sa ka pas mundësi. S'kalon njeri pa i fol nëse ka mujt me fol. Edhe ka pas gjithashtu si tradit që nuk është nda nga jetja e tij, vazhdimisht kur ka fali qenin në xhami, kudo që ka shku. E ka mbajt një këshill mas namazit. E ka shvizur rashtën, 10 minuta, 10, 5, kryesore, ka mbajt këshilla. Thot, gajle e tij ka qenë feja Allahut. Gajle e tij ka qenë t'i bëjë dobi njerëzve. Kur se ka një njerëzit atë të folë për dunjo. Me ble ose me shit. Me ble shpi ose me shit shpi, me ble tokë ose me shit tokë, me ble kerë ose me shit kerë. Kur së është një. Këtë muhabetet që ka folaj ka qenë ndim njerëzve, meselet fesë. Edhe kur s'ka pas për shembull ndaj çështje, veç ka bëu dhikr. Kjo ka qenë shumë e dalluar te Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala. Por me të vërtetë një njerëz si ky, që Allahu dhe Xhelal i ka dhënë kaq ymër, që ditën që vdiq ky në ju fal namazi i xhenazës në xhamin e Qabes. Në Qabe. Po, në Qabe ju fal namazi i xhenazës, edhe kur dha emrimi për vdekjen e tij, me miliona njerëz botë janë mërzit. Se kanë taku kur ndoshta, se kanë pa kur. Ama janë mërzit sepse emri i tij, bamirësia e tij, dashamirësia e tij, kujdesi i tij për Islamin, për musliman ka qenë i përhapur anë më botës, edhe njerëzit kanë qajtë, edhe njerëzit janë mërzit, edhe njerëzit kanë bërë dua. Edhe sot e kësaj dite, sikur se përmendëm domthonë tash 26 vjet po bëhen se ka ndruar jetë përafërsisht në maj, do thotë 1999-s, po bëhen 25 vjet e kusht 26 vjet përafërsisht, hala nuk harrohet emri i tij. Hala njerëzit e kujtojnë për të mirat që i ka bërë. Edhe vazhdimisht bëjnë dua që Allahu dhe Xhelal me shpërbli për punën që e ka bërë njeri.